shumë e rrallë, se nuk duhet bëj analizë antropologjike tani, dhe ka më shumë mundësi që ta mbyllë jetën duke votuar për të njëjtën parti. Dhe kjo është në një farë mënyrë kjo është fatkeqësi për demokracinë shqiptare, sepse e mban peng, ti nuk voton pastaj po themi individin, nuk voton kandidatin për deputet, nuk voton një ministër dhe nuk voton një kryetar bashkie në bazë të aftësive që ai ka për qeverisur një qytet, por fatkeqësisht ne votojmë në bazë të logos dhe traditës. Pra njerëzit i shohin partitë politike si skuadra futbolli, për shembull, jam me Barcelonën dhe unë do jem gjithmonë me këtë. Jam me Partinë Socialiste dhe unë do jem gjithmonë me këtë parti. Ndërkohë që një demokraci funksionale e do që e para punës ti të ndryshosh në varësi të ofertës politike dhe e dyta që është më e rëndësishme ti të rinovosh klasën politike. Gjë që tani do bien përsëritje, po duhet ta themi, ka ndodhur kudo në Europë, ndodh kudo në botë, ka ndodhur edhe në një shtet të ri si Kosova, e cila në 15 vjetët e fundit e ka rinovuar krejtësisht klasën politike, ndërkohë që ne kemi, nga një anë kemi një kryetar partie si Edi Rama që ka 21 vite në Partinë Socialiste për kryetar, dhe nga ana tjetër kemi Partinë Demokratike që kemi Berishën, i cili para 36 viteve ishte kryetar i kësaj partie dhe vazhdon të jetë kryetar dhe në këtë pikë mund të marrë shembull edhe shumë të tjerë. Pra po të shohësh Partinë Socialdemokrate, Partinë Republikane, gjitha këto parti kanë një kryetar që kanë pasur para 40 vite. Jemi në fund fare, por një pyetje për të më përgjigjur shkurt. Pse nuk bashkohet opozita? Shikoni, opozita nuk bashkohet për shumë arsye. Një nga këto arsye janë dallimet ideologjike, siç është rasti i Arlind Qorrit dhe Sali Berishës. Ose duket se një qëllim kanë, apo jo? Pse të mos... Shikoni, teorikisht ato janë parti opozitare, por historia e demokracisë ka treguar që nuk është e domosdoshme, po themi, ose imperativ për të ardhur në pushtet, që patjetër që të kemi një blok të përbashkët, sepse në fundit bota është me ngjyra dhe secili prej tyre ka të drejtën e vet për të provuar veten, për testuar në politikë, pa u sforcuar në aleanca jo natyrale. Sigurisht që nga pikpamja pragmatike do duhet kishim një koalicion të madh dhe në zgjedhjet e fundit nuk mund të themi që nuk ishte një koalicion, pra ishte koalicioni detyruar nga Partia Demokratike, Partia Lirisë, Partia Republikane, Partia Agrare dhe kështu me radhë. Partitë e reja në një farë mënyrë është e kuptueshme që të tentojnë të garojnë të vetëm në zgjedhje për të krijuar identitet politik dhe kjo është deri diku normale. Pra, po shtyhem larg tani kur u krijua Lëvizja Socialiste për Integrim e Ilir Metës në shtator 2004, kjo parti në zgjedhjet e 2005-s konkuroi vetme. Dhe është deri diku normale që të ndodhi kështu, sepse ti shkëputesh, po themi, nga një parti e madhe, siç është rasti i Agron Shehajit, dhe ti përpiqesh të krijosh identitetin tënd politik larg dy partive kryesore, sepse pikërisht për të thyer këtë bipolaritet dhe për të pasur një identitet tëndin politik. Pra nuk ka kuptim fjala vjen që Agron Shehaj të shkëputej nga Partia Demokratike, të krijonte një parti dhe pastaj të futej përsëri në vathën në një farë mënyrë të Sali Berishës, se atë shkuptim ka që krijonte një parti të re. Kështu që pavarësisht se është e rëndësishëm bashkimi, unë besoj që nuk është e domosdoshme dhe nuk është, po themi, kusht i vetëm. Pra, opozita ka detyrë patjetër bashkimin, por ka edhe detyra tjera që për mua janë më të rëndësishme, që është rinovimi, pra reformimi dhe mbi të gjitha krijimi i një, po themi, i një ligjërimi politik i cili do të mbledh rreth vetes përtej militantëve, edhe njerëz që janë të paangazhuar, ato që quajmë ne rëndom në studiot e elektoratit gri. Erl, faleminderit shumë për bisedën. Me gjas do të jemi përsëri të shtunën bashkë në emision për analizë dhe koment në studio. Gjithsesi do të shohim zhvillimet. Shumë faleminderit. Faleminderit, kënaqësi. Shkojmë në një hapësirë publicitare, kthehemi pas pak.